Të ftuarin e radhës, unë mund ta prezantoja si një pedagog, apo një njeri të medias, apo një njeri të politikës, apo si një grua me pushtet e me ndikim në shoqëri. Dhe ajo nuk e di në këto dimensionet ndryshme se për çfarë do të flas sot dhe jam po aq kureshtar sa ju ta dëgjojmë. Ju lutem ta mirëpresim me një duartrokitje zonja Grida Duma. Wow! E pse duhet kem emocion unë? E s'keni ju më shumë se unë nuk e di, po jeni në çik më të avantazhuar që s'keni përgjegjësinë për të folur për gjërat që duhet ju prekin tani, se ju sonte do festoni, nuk e keni fare në mendjen të dëgjoni. Edhe unë do t'i bie shkurt, po me këtë universitet e kam një kimi edhe disa herë jemi parë, e disa selfie kemi bërë. Ku janë ato të kapeleve, se me stafin sigurisht e kam mirë kuptimin. Po ja dolët, Po apo jo? Pse është kështu? Ja dolët. Ja dolët duke marrë shpirtin vetes, duke marrë shpirtin, sakrificën, mundin, punën, parat, qindra prindërve që janë pas jush, që mirë ja keni bërë që keni marrë shpirtin, se në fakt shpirti jeni ju. Jeni ju. Dhe megjithse mund të kemi shumë gabime si prindër, si pedagog, si role model, si njerëz të shoqërisë shqiptare që s'na e lën pa e vënë një bisht edhe kur bisht nuk kemi, sërish ditë ju them që ajo që ju pret përpara është një magji. Jo, një magji e cila nuk është një mrekulli, është një shtrigëri. Do ketë aty brenda shtrigat mira, të këqija, do ketë me ngjyra, e do ishte kollaj të kishim bardhëzi situatat, e ne si prindër, si pedagog, si njerëz që e shohim veten në përjetësi tek ju, do e kishim më kollaj t'ju andanim të mirën nga e keqja, nëse e mira me të keqen her pas here mos ishin bashk. Ju keni sot një momentum që merrni një diplomë në dorë. Ja keni dalë në një vend vështirë, në një fakultet apo universitet të mirë, dhe ja keni dalë me një bravo të madhe në një vend në të cilin shumë kush me atë zërin e djallit ju ka thënë e ç'të duhet të mësosh. E sigurt është që përgjatë rrugës ajo që do të shikoni është një krahasim i pafundëm sasior. Do t'ju thonë pa fund e qa arrit e ti, e qa bërë e ti, e kur u bërë e ti, u bone e ti. Por, ndërsa do t'i dëgjoni këto, ju keni një avantazh të madh. Avantazhi juaj i madh është që duke nisur nga familjet tuaja, nga shtëpitë tuaja, e duke mbaruar te ky ambienti që ju kam gjetur her pas here në bashkëbisedime, ju keni marrë, le të themi, një nga edukimet më të mira, një nga investimet më të mira, çfarë do të thotë që keni një armaturë të mirë për të përballur të keqen.
është diploma, është një karton, është një paski që do t'ju duhet juve në një botë e cila duhet ju hapi disa dyer. Po që t'i mbani ato dyer hapur, nuk mjafton më ai kartoni. Në mënyrën më absolute, juve duhet vetëm të guxoni. Do t'ju lutesha shumë. Do t'ju jepja nga eksperiencajt ime një dhe vetëm një të madhe këshill. Mos qëndroni in the box, brenda skemës. Nëse keni studiu drejtësi, nëse keni studiu farmaci, nëse keni studiu financë, nëse keni studiu bank, nuk ju asiguron njëri që do t'jeni mjeku më i mirë, financieri më i mirë, avokati më i lartë, më të paguarit. Po një gjë duhet ta dini mirë. Ka vetëm një mënyrë për t'ja arritur në maksimizim. Së pari, mos u lodhni rrugës nga krahasimet me ca të tjerë që pa drejtësisht ju kalojnë. Sepse njohin dikë, sepse kanë më shumë para, se kanë më shumë njohje. Mos u lodhni rrugës kur shikoni që të tjerë të pa aftë ju kanë vënë shkopin në rrota, sepse profesioni më i mirë i atyre që nuk kanë aftësi është të mblidhen bashkë dhe të godasin taftin. Në momentin që do ta ndjeni këtë rrugës, ajo që do kuptoni më së qarti është që ka rënë kambana e betejës, nuk ka rënë gongu i dorëzimit. Kur të mblidhen bashk, t'ju shajnë, t'ju komentojnë, t'ju duan, t'ju asgjësojnë, kuptoni që ka vetëm një alarm aty. Jo që ju e keni gabim, po që loja filloi. Loja fillon kur juve të gjithë nuk keni asnjë dyshim që nëse të gjithë fokusit e sytë janë te ju, do të thotë që ka nisur një rrugtim me sfida sepse po sfidoni disa. Ne, shumica prej nesh këtu, besoj e ndajnë me mua të njëjtin mendim, jemi rritur më keq se ju. Jemi rritur më keq se ju, po kemi iluzionin apo bindjen që kemi bërë më mirë si prindër për ju, kemi dhënë maksimumin për ju. Sigurisht kjo raport, ky relat e ndërton njeriu edhe nuk e ndryshon dot rrugës atë që ka marrë deri 15 vjeç. Por një gjë do t'ju them për atë që i përket specifikisht Shqipërisë tonë, kulturës tonë, mentalitetit tonë. Nuk na e keni borxh atë që ju kemi dhënë. Nuk na e keni borxh as si prindër, as si mësues, as si pedagog, as si miq. Sepse unë mendoj që duhet ta ndjeni veten si pronësi dhe përkatësi të vetëm një fuqie të Zotit. Nuk e kanë përcaktuar dhe nuk e kanë nditur asnjë palë prindër se kur do ngjizej fëmia i vet. Nuk e kanë pritur në atë moment, nuk e kanë pritur në një tjetër, e kanë pritur, por nuk i ka ardhur. Është vendosur që secili nga ju të vinë në jetë nga një fuqie përteje me hynore mbi ne. E për këtë arsye, sepse keni mundësinë që t'jeni pakica e mirë, elitare, intelektuale në këtë vend, duhet ta ndjeni veten me mision. Nuk keni asnjë borxh të ktheni kokën pas tek një shoqëri që ju mban pas. Qoftë kjo dhe familja juaj e ngushtë, kur nuk do që ju të merrni rrisje se duan t'ju ruajnë. Nuk e bëjnë nga e keqja, ju ruajnë, por dhe në atë rast mund të bëjnë keq, sepse ju ndalojnë, ju frenojnë. Ju keni sot në dorë vetëm një paski, një pashaport të vogël prej kartoni, që duhet ta maksimizoni dhe duhet ta jetoni me bindjen absolute që tek shenjat e gishtinjve na shkruar uniciteti dhe misioni dhe e kemi që të gjithë potencialin për të qenë lider, njësh dhe të shijojmë jetën tonë me të gjithë arritjen tonë dhe mos bini pre e një shoqërie që do t'ju thotë gjatë gjithë kohës, unë kam një çantë më të mirë, kam një makinë më të mirë, se nuk është çështja sa ke, çështja është çfarë bën me atë që ke. Dhe ajo që do pritet prej jush të bëni me atë që keni, është se duke qenë pjesë
e një pakice universitetesh elitare, t'jeni elita e Shqipërisë që e bën këtë vend, atë vend për të cilin ja ka vlet që ne që jetuam më keq, sakrifikuam më shumë që ju të bëni më shumë, më mirë dhe t'jetoni më mirë. Shijojeni absolutisht çdo moment. Për ata që ende nuk e kanë ndjerë dashurinë në këto atë të madhen, në kaq vite, ju siguroj që ju pret për jashtë një dashuri e madhe, njëra për profesionin, tjetra për jetën, për partnerin dhe partneren, dhe këshilla është mos sakrifikoni njërën për tjetrën. Përpiquni t'i keni të dyja paralel, përpiquni të dashurojeni me atë që ju dashuron juve, kur jeni totalisht egoist, për t'ja arritur deri në fund, për të qenë winner, sepse fituesi i merr të gjitha, tërheq pas, dhe ata më të dobtit që i do shumë, por jo aq shumë sa të rri ngjitur me ata që e mbajnë pas. Thënë këtë, unë mund mos isha sot këtu. Mund t'isha në një tjetër mbrëmje mature. Dhe do të ndaj me ju, dhe është vetëm arsye pse e mora telefonin me vete, një nga disa apo shumë mesazhe që më ka ardhur në këto ditët që ju diplomoheni, maturantët diplomohen, më shkruan një vajzë në email, e pa ditur sepse në email s'ka gjetur dot Instagramin që ju e gjeni më kollaj, e më shkruan: jam një vajzë që mbaron vitin e 3 të gjimnazit. Do doja shumë që të ishe pjesë e maturës sime. Do të kisha kontaktuar dhe më përpara, por për arsye shëndetësore nuk e dija a do ta arrija maturën. Për mua do ishte një nga momentet më të paharrueshme, në qoftë se gruaja që admiroj do ishte me mua në një kapitull të rëndësishëm të mbyllur me sukses. Shpresoj shumë për një lajm pozitiv. Me shumë respekt, Geraldo. Geraldo ne nuk e gjetëm dot. I shkruam dhe nuk na është përgjigjur. Unë e shfrytëzoj këtë rast që në rast se ajo do na dëgjoj apo është mirë se derisa thotë që nuk e dija që do ta arrija maturën, të them nëpërmjet jush asaj që sa herë ta mendoni që jeni vetëm dhe ka njerëz jashtë cilët duken më të rëndësishëm, më të arrirë, që ndonjëherë nuk do e hapnin portën për ju, binduni që njerëzit më të arrirë nuk janë njerëzit të cilët ju lënë ndonjëherë vetëm, sepse kanë mësuar, siç kam mësuar unë, që asgjë nuk arrihet vetëm, dhe sepse nuk e kam arritur dot vetëm të bëhem kaq sa jam, ju siguroj që unë, Blendi, e shumë si ne, nuk ju lëm vetëm, nuk e lëm vetëm Geraldën dhe nuk e lini as ju dikë, të cilin mendon si ju, është i ngjashëm me ju dhe që beson që ka një kast elit, shtres, grup, komunitet, klas e 2025-ës, që nuk e lë vetëm veten, vendin dhe të ngjashmit e vet. Shijojeni, suksese.